Kam ardhur sërish në Shushish të Graçanicës, ku kam raportuar para disa dite për rastin e fëmijës nga Graçanica, i cili nuk po lejohet të shkojë në shkollë për shkak se qeveria e Kosovës ja ka ndërtuar familjes së tij këtë shtëpi. Brenda është ministrja e arsimit nga Gavci, e cila ka ardhur ta vizitoj këtë familje për të shprehur një farë solidarizimi me këtë familje pas raportimit tonë. Do ta presim ne kryeministrin për ta pyetur në lidhje me raportimin, por po ashtu edhe me atë se çfarë do të ndërmarrë Ministria e Arsimit. Apo i një të nata dy, që me marrë dikush ma vun mi marrë, se na i shumë deri të shnic. Po e vizituam familjen e Gjorgjës, biseduam me prindët e tij edhe me fëmin, dhe është shqetësuese që të shohësh që për arsye politike të vështirësohet gjithsesi të pamundësohet e drejta e shkollimit për fëmijët, e drejtë e garantuar jo vetëm me gjithë legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës, por edhe me konventa ndërkombëtare. Sa kuptuam nga prindi, fëmia sot vetë është lejuar që të vijë mësimin, megjithatë ka pas shqetësime edhe pengesa edhe gjatë kohës së realizimit të mësimit, e kjo po vazhdon që më shumë se një vit prej atëherë kur sipas pretendimeve dhe besoj bindjeve të prindërve, për shkakun që qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërtuar shtëpinë, pat edhe deklarata për shumë biseda e orientime të fëmijës, gjithsesi pamundësimit të vijimit të rregullt të mësimit, por ajo që ishte shqetësuese është se gjithçka është zhvilluar vetëm në bisedë gojore, pra prindi nuk ka asnjë vendim, shkresë ose diçka tjetër që të arsyetohen, të argumentohen shqetësimet apo pretendimet e shkollës për sjellje jo të mira të fëmijës. Për më shumë, inspektorët e arsimit sot kanë bërë një vizitë në shkollë në mënyrë që të shohin edhe në aspektin institucional, pra të mirët edhe verzioni i shkollës, edhe të sigurohemi që Gjorgjës edhe asnjë fëmijë tjetër në Kosovë nuk do t'i mohohet e drejta e shkollimit pa marrë parasysh etnisë apo dallimeve të tjera që ekzistojnë. Natyrisht, si Ministria e Arsimit, si institucion të Republikës së Kosovës, jemi këtu dhe punojmë për çdo ditë që e drejta për shkollim të sigurohet dhe mundësitë e barabarta secilit prej fëmijëve të Republikës së Kosovës.